Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot është ditë e gjumon. Sa e falem ikindin, e patëm terminin për më ardhë në Rauda apo të Bahqa e Gjenetit. Këtu që si e shifni është vendi ku tash për momentin falen edhe imam të Medines. Kurse në këtë vend është falë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mes shtëpis të tij, ku është këtu, tani për momentin është vonri i tij, vonri e Abu Bekrit dhe vonri e Omerit dhe mimberit, tot pejgamberi alayhi salam është Bahqa për Bahqa e Gjenetit. Tash për momentin jemi duke i falë disa namaze nafile në këtë Bahqe të Gjenetit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam neve na ka tregu. Por Allahu ka dashur sot në këtë ditë gjumoje, edhe pas namazit e ikindis, është edhe një kohë ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë është mes ikindie dhe akşamit është një kohë ku Allahu xhelleshan nuk e kthen doan prapë. Ne lutim Allahun xhelleshan që Allahu gjithë muslimanëve t'ju ndihmon, gjithëve ata të cilët kanë probleme të lashe Allahu t'i shiron, gjithëve muslimanëve të Allahu t'u jap të mirat e dunjos dhe të ahiretit, dhe Allahu ju rujt të gjithëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.